Le të krijojmë së bashku vaktin ideal për të mbështetur shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut. Kjo do të bazohet tërësisht në shkencën që shpjegon se çfarë i shkakton ato bllokimet e famshme në arterjet tona. Po, cila është pjata më e mirë për arterjet tona? Për t'ju përgjigjur kësaj, duhet të kuptojmë fillimisht se kundër kujt po luftojmë. Pra, le të identifikojmë problemin që ky vakt synon të zgjidh. Mirë, atëherë, le të flasim për armikun kryesor të shëndetit kardiovaskular, plakëzën arteriale. Imagjinoni pak të plakës, si një lloj suvaje e brendshme. Ajo përbëhet nga 3 element kryesor: kalcium, protein dhe kolesterol. Shpesh përshkruhet si një lloj fashoje e brendshme, por ajo që ka më shumë rëndësi janë pikërisht përbërësit e saj. Dhe një pjesë e madhe e asaj çimento e kalciumi vjen nga diçka që quhet biofilm. Mund t'i mendoni si ca iglu të vogla kalciumi ku kolonitë e mikrobeve fshihen për të mbrojtur. Pikërisht këto struktura e bëjnë plagën aq të fortë dhe problematike. Tani, ja ku qëndron e gjithë çështja. Plakëza nuk mund të krijohet kështu kot-skoti. I duhet një pikë nisje. Së pari, muret e arterjeve dëmtohen, zakonisht nga inflamacioni. Ky dëmtim e bën sipërfaqen e tyre të ashpër, dhe pikërisht aty kapen biofilmet dhe përbërësit e tjerë, duke nisur ndërtimin e plakëzës. Por lajmi i mirë është se kemi një zgjidhje, ka lëndë ushqyese specifike që veprojnë si një skuadër e vërtet mbrojtëse kundër këtij procesi. Dhe ja ku janë 4 heronjë tan kryesor. Kemi vitaminën K2 që vepron si një polic trafiku për kalciumun, duke e dërguar te kockat aty ku duhet. Pastaj vitamina C që lufton drejt për drejt biofilmet, kemi vitaminën E, një antioksidant i fuqishëm që mbron muret e arterjeve, dhe sigurisht acidet yndyrore omega 3 për të ulur inflamacionin. Pra, pyetja e madhe është si t'i bashkojmë të gjithë këta heronj në një pjatë të vetme. Le ta ndërtojmë të supervakt hap pas hapi. Dhe do të fillojmë me yllin e pjatës, salmonin e egër. Pse salmoni? Sepse është i mbushur me acide yndyrore omega 3. Këto jo vetëm që ulin inflamacionin, pra shkakun fillestar të dëmtimit të arterjeve, por gjithashtu mbështesin muskulin e zemrës dhe ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut, një fuqi e vërtet. Tani, për shoqëruesin e salmonit, mund të jetë pak e papritur, por është një super ushqim i jashtëzakonshëm, lakra turshi, ose siç njihet ndryshe, sauerkraut. Dhe shikoni pak këtë, një porcion i vetëm lakre turshi përmban plot 7 herë më shumë se sasia e rekomanduar ditore e vitaminës C. Kjo është një armë masive kundër atyre biofilmeve për cilat fulëm. Por nuk mbaron me kaq. Lakra turshi është gjithashtu e pasur me vitaminën K2, atë policinë e trafikut të kalciumit. Ka probiotik që mbështesin shëndetin e zorrëve, i cili është i lidhur ngushtë me shëndetin e zemrës dhe ndihmon trupin të përthith vitamina të tjera të rëndësishme, një paketë plot. Mirë, kemi proteinën dhe shoqëruesin e fermentuar. Pjesa e fundit e këtij vakti është një sallatë e fuqishme, ku çdo përbërës i vetëm ka një rol specifik. Le ta ndërtojmë bashk. Baza do të jetë rukolla. Mbi të do të hedhim vaj ulliri ekstra të virgjër, për pak teksturë krokante fara lule dielli, për shije dhe vlera ushqyese, djath parmigiano reggiano autentik dhe arma sekrete, hudhra. Le t'i shohim pak më nga afër. Rukolla përmban një përbërës që ndihmon në luftimin e biofilmeve. Vaj ullirit është një antiinflamator i njohur dhe farat e lule diellit janë një burim fantastik i vitaminës E, antioksidantit ton mbrojtës. Tani një moment për djathin, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Nuk po flasim për çdo lloj djathi parmezan. Parmigiano Reggiano autentik nga Italia, i vjeturuar për 1 deri në 3 vjet, është jashtëzakonisht i pasur me vitaminë K2. Versionet amerikane, shpesh të vjeturuara më pak dhe me më pak rregulla, jo vetëm që kanë cilësi më të ulët ushqyese, por ndonjëherë mund përmbajnë edhe mbushës si celuloza, pra tull druri. Zgjedhja e dur këtu bën një ndryshim të madh. Dhe për ta përmbyllur sallatën, hudhra. Ajo është antimikrobike, lufton biofilmet dhe ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Një prekje e fundit plot fuqi. Pra ja ku e kemi pjatën e plot, një fileto salmonit e egër, një porcion lakër turshi dhe një sallatë e madhe me rukolla, vaj ulliri, fara lule dielli, djath parmigiano reggiano, autentik dhe hudhër. Çdo përbërës ka një mision specifik për të mbështetur shëndetin e arterjeve. Dhe kjo na çon në një pyetje të fundit për të reflektuar. Nëse vetëm një vakt i vetëm mund të jetë kaq i fuqishëm dhe i planifikuar me kaq kujdes, çfarë tjetër gjendet në pjatat tona çdo ditë?